Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Jasa është paguar Ilir Shaqiri për të qenë pjesë e fermës. Hyrja e fituesit të edicionit të parë të Bigut Ilir Shaqiri në formatin e fermës ka shkaktuar një valë të fortë të reagimesh në rrjetet sociale, duke e kthyer menjëherë një nga temat më të komentuara të momentit. Prezenca e tij në këtë reality show nuk është pritur njësoj nga publiku. Një pjesë e ndjekësve kanë cilësuar si një lëvizje të papërshtatshme, duke argumentuar se një figurë që ka fituar tashmë një format kaq të madh si Bigu nuk duhet të rikthehet në një tjetër reality show me të njëjtën natyrë. Të tjerë ndërkohë e shohin si një strategji të zgjuar për të qëndruar në qendër të vëmendjes dhe për të forcuar më tej imazhin e tij publik. Debatet janë shtuar edhe më shumë pas raportimeve mbi pagesën që ai ka marrë për këtë pjesëmarrje. Sipas burimeve, Ilir Shaqiri dyshohet se është paguar rreth 40.000 euro për të bërë pjesë e fermës, një shumë që ka ngjallur reagime të shumta dhe diskutime mbi vlerën e figurave publike në këto formate. Kjo shumë konsiderohet mjaft e lartë për standardet e tregut shqiptar të spektaklit, duke bërë që shumë përdorues në rrjet të pyesin nëse pagesat të tilla janë të justifikuara apo thjesht pjesë e strategjive për të rritur audiencën dhe interesin publik. Pavarësisht kritikave apo mbështetjes, një gjë është e sigurt. Hyrja e Ilir Shaqirit në fermë ka arritur atë që çdo reality show synon, vëmendje maksimale dhe diskutim të vazhdueshëm. Tashmë mbetet për të parë nëse ai do të arrijë të fitojë edhe këtë format apo nëse kjo eksperiencë do të ndikojë ndryshe në imazhin e tij publik.